Ishte një mbrëmje e veçantë për fëmijët e Gjakovës. Në skenën e Pallatit të Kulturës Asim Vokshi u organizua një spektakel bukurie për voglushët gjakovar, ku përfshin djemë dhe vajza në garë për Miss dhe Mr. Children Gjakova 2015. Pas disa defilimesh, u përzgjodhen Miss dhe Mr. Publiku, kinemaja, eleganca, ndërsa në fund juria ndau çmimet për voglushët Miss dhe Mr. Gjakova. Unë jam djerë shumë mirë që kam zënë vendin e parë dhe jam lumtuar shumë. Jam shumë i gëzuar, kam shumë emocione, po më pëlqeu të gjithë programin. Organizatorët u shprehen të kënaqur me ecurinë e kësaj mbrëmje. Kanë qenë rreth 50 fëmijë pjesëmarrës në këtë garë, vajza dhe djemë të grup moshave nga 6 deri 12 vjeç. Jam shumë e lumtur për suksesin dhe pritshmëritë e mia janë të kaluar pasi spektakli ka dhënë atë që duhet, ka dhënë mesazhe, ka patur fitues, sigurisht emocione, garë dhe gjithçka të duhur për një event bukurie. Ky spektakël u mundësua nga agjencia e spektakleve Korça Event dhe Albania Event Production.